Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për atë që po ndodh në gjeopolitik, për konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës dhe lëvizjet e fundit që po zhvillohen në Riyadh. Për gjithçka tjetër, por edhe për situatën në Ballkan do të flasim me zotin mentor Beqa, doktor i shkenca në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Profesori, ku do të jetë shekulli 21? Pyetje shumë e vështirë për të dhënë një përgjigje. Natyrisht që do jetë shekulli i zhvendosjeve të mëdha. Shpresojmë zhvendosje që nuk do kenë pasoja të mëdha për botën. Dhe thelbi i gjithë zhvendosjeve dhe transformimeve është pikërisht marrëdhënia ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës. Dhe mënyra se si do të menaxhohet kjo marrëdhënie do të përcaktojë edhe fatet e shekullit të 21. Në pikpamjen time, Shtetet Bashkuara të Amerikës mbeten ende në një pozitë më të favorshme për të dominuar shekullin e 21. Natyrisht që nuk ka më atë omnipotencë që ka patur gjatë momentit të famshëm unipolar, pra nga vitet 90 mbas luftës së ftohtë deri diku nga viti 2017. Por natyrisht që ruan ende statusin e superfuqisë më të madhe të botës, e cila është e parivalizuar ende në pikpamje ushtarake dhe në pikpamje të aftësisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës për të projektuar fuqi ushtarake në të gjithë cepat e globit. Në këtë pikpamje, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të avantazhuar. Dyti, janë mbeten ende ekonomia më e madhe e botës. Janë ekonomia më inovative dhe kreative e botës, me nivelin më të lartë të produktivitetit në fushën e teknologjisë e kështu me radhë. Dhe Kina po e ndjek me hapa shumë të shpejtë dhe ka bërë një përparim të jashtëzakonshëm për të kaluar nga ajo ekonomia e manifakturimit e prodhimeve në ekonomi të nivelit të lartë, të prodhimeve teknologjike e kështu me radhë. Pra, këtë hap cilësor Kina e ka bërë dhe dje ka patur diskutimet mëdha edhe në Partinë Komuniste Kineze se si për ta institucionalizuar më tej këtë hop cilësor të ekonomisë kineze. Rikthehemi edhe një herë te Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, po ashtu Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një rritje ekonomike të qëndrueshme. Do të pritet ky vit si do të rezultojë, sepse kanë filluar diskutimet që mund të ketë një recension ekonomik në SBA, por është shumë herët për të folur për këtë. Por deri tani SBA-t kanë patur një rritje ekonomike stabile të qëndrueshme ndërmjet 2-3%, çka nuk është rritje vogël ekonomike për një vend të zhvilluar dhe një fuqi të madhe. E dyta, Kina kishte premisa të rritej shumë më shpejt. Duke ju referuar historiku të rritjes që ka të shifra 10%, të gjitha prognozat ishin që Kina do ta tejkalonte ekonominë në pikpamje nominale flasim, të Shtetit Bashkuar të Amerikës shumë shpejt. Mirëpo, rritja ekonomike në Kinë është ngadalësuar, është kurrur dhe është diku tek ndërmjet 4 dhe 5%, çka e bën të largët disi më distante momentin kur Kina do të tejkalojë fuqinë ekonomike e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po ashtu, keni parasysh që mbetet e rëndësishme prap gjeografia. Shtetet Bashkuara të Amerikës ndodhen në një pozitë gjeografike që i mundson dominim jashtrajonal. Pse? Sepse rajonin e ka nën kontroll. Pra, ka Oqeanin Atlantik në një anë, Oqeanin Paqësor në anën tjetër, Kanadan dhe Meksikën, pra nuk ka rivalitet brenda rajonit të vet. Dhe kjo i jep mundësi që të dalë shumë lehtësisht jashtë rajonit. Ndërkohë që Kina mbetet e rrethuar me vende jo miqësore në rajonin e vet. Dhe përpjekja e Kinës për të kontrolluar rajonin në fakt, për të vendosur në hegemoninë e saj rajonin, besoj është momenti më i rrezikshëm i mundshëm që mund nxjisë një luftë të madhe e cila mund të shkojë tej parashikueshmërisë. Sepse nuk mund të jesh fuqi e madhe globale me projekcion të fuqisë tënde në të gjithë botën, nëse nuk kontrollon dot rajonin tënd, dhe ky është mësimi që na jep gjeopolitika.